Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. I ftuari në sonte para juve është ish futbollisti dhe ish referi Jetmir Zenuni nga Siniqani. Jetmir, mirë se erdhe në studion e televizionit Koha. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën juve dhe televizionit Koha. Faleminderit pra. Atëherë, fillimisht me që emisioni ka karakter sportiv. Na thuani, kur I keni bë hapat e para dhe në cilin sport? Hapat e para në futboll I kam bërë që nga shkolla fillore, kur kemi qenë të organizuar nga arsimtari edukatës fizike në shkollën e Kamjanit, zotri Aslan Ismaili, I cili na ka selektuar dhe ka formuar një ekip shkollore, e cila ka marrë pjesë në gara shkollore në Tetov dhe rrethin, dhe më vonë u tregu se nga ai ekip dolën futbollistë për ekipin e parë të Kamjanit, nga e cila shkollë dola dhe unë me disa shok, dhe pastaj vazhduam nga shkolla fillore. Në shkollë të mesme faktikisht ishin edhe hapat e parë dhe rruga e parë ime si futbollist në ekipin e seniorëve të KF Kamjanit. A mbani mend ndonjë nga ato futbollistët? Në fillimet e para luajshin shumë futbollistë të njohur, të cilët neve si të rinj na ishin tërheqës që t'i shohim, edhe për mua ishte interesante se une me disa shok, ditë re, të cilët dolem nga ekipi shkollor, patëm fatin të luajmë me shumë futbollistë të njohur për atë kohë që ishin për rrethinën tonë. Si Faik Ismaili, Fatos Ismaili, Mujdin Ismaili, pastaj kishte lojtar Basriu, që ishte një portier shumë I njohur dhe shumë atraktiv. I njohur si Baci, ja? Si Baci, të cili na mbështette neve si të ri, dhe të gjithë faktikisht si legjenda që njiheshin nga fillimi I lojave më të mira të KF Kamjanit, faktikisht unë I takova atje, dhe kjo është një mbështetje e madhe për mua si një futbollist I ri, që të filloj dhe të piqem si sportist, të edukohem në atë rreth të njerëzve të serios, dhe ishte për mua shumë një mbështetje, edhe për edukimin si një personalitet, edhe si një sportist I ardhshëm. Po. Kjo ishte, domethënë, hapat e para që ju të bëni pjesë edhe I ekipit parë të Kamjanit. Faktikisht, nga viti 93 ishte kif model I organizimit të ekipit shkollor. Ne morëm pjesë 2 vite si një ekip I organizuar, që pastaj në vitin 95 të jem debutues në ekipin e parë të Kamjanit. Kjo ishte motivi I asaj organizimi rinor, ishte një vrull, një elan, një energji e cila na çoi në atë që të vazhdojmë të merremi me sport, me futboll, dhe nga viti 95 faktikisht ishte një paraqitje ime para një publiku më të madh. Mbani mend cila ishte ndeshja e parë në ekipin e Kamjanit, domethënë në ekipin e parë të Kamjanit? Në ekipin e parë të Kamjanit kam marrë pjesë në garat e ligës së tretë, faktikisht në sezonin e parë në vitin 95, që më pastaj të lidhen edhe të bashkangjitim shumë ndeshje, shumë loja, e cila kanë zgjatur kështu në intensitet në 5-6 sezone. Faktikisht në vitin 95, domethënë, ka filluar ndeshjet e para serioze dhe në ndeshjen e parë e mbani mend? Ndeshjen e parë, ndoshta jo ekipin, po e mbaj mend atë kënaqësinë për të paraqitur para publikut, para njerëzve të cilët më mbështetnin gjatë treniнгeve para prake, dhe faktikisht ishte një kënaqësi e një modeli të organizuar të garave të marrë pjesë, dhe kjo më bënte të ndihem krenar që si një I ri të bashkangjitem asaj ekipe, që më pastaj të tregohet se ajo do jetë ekipi im bazë, ekipi im që do të më bëj futbollist, edhe gëzohem nga dita e parë që jam pjesë atij ekipi. Fatmirësisht atë kohë ishte liga komunale dhe liga e tretë mjaft të shikueshme edhe nga tifozët e vendbanimeve përkatëse. Nga sezoni I parë, në cilën unë fillova, faktikisht e pash se
Futbolli senior në Pollok është shumë kualitativ, me ndeshje të cilët ishin derbi të lokal të vendbaneve me të ndryshme nga Polloku, dhe unë hasa në një ekip shumë të fortë, shumë kualitativ, dhe ishte një fat që të jem pjesë e ekipit të parë, dhe gjitha sezonat kemi qenë konkurues nga 3 vendet e para në ligën e tretë, duke qenë konkurues me ekipe të regioneve të Shkupit e Magjar. Si një futbolist i ri atë kohë, si u pritte nga futbolistët që kishin përvojë më të madhe në ekipin e Kamionit? Gjithsesi, mbështetja e futbolistëve të mëparshëm dhe më të pjekur ishte një përkrahje shumë e madhe, ata duke njohur elanin tim, energjinë time dhe edhe punën time që bëja e përbashkët në për treningje, isha shumë i rregullt, ata njohën se jam serios dhe mbështetja e tyre ka qenë shumë e madhe, e cila ka qenë e nevojshme në sezonin e parë dhe të ditë, që më pastaj edhe unë të kaloj më në një futbollist të pjekur, edhe gjithsesi të mbajmë një kontinuitet, të jemi prezent në për terene sportive në Tetove me Gjergj. Cili ishte kapiteni i ekipit atë kohë kur ju luajshit në ekipin e Kamionit? Në kapiteni ka qenë Jusuf Arifi, trejner dhe futbollist, i cilin më kanë ndjekë gjatë gjithë rrugëtimit tim në Kamian. Pastaj me sezonat të ndryshme gjithsesi janë ndëruar, lojtarët të pjekur kanë vazhduar të jenë kapiten edhe të tjerë, me të cilët kam luajtur 7-8 vite kështu serioze dhe pandaj. Po, thoni se keni luajtur 7-8 vite, mbani me parafërsisht sa ndeshje keni luajtur për ekipin e Kamionit si titullar? Duke qenë prezent në të gjithë sezonat dhe më të shumtën e lojave kam qenë edhe titular, mund të them se kam luajtur si titular në mbi 100 ndeshje, ndërsa të rësisht edhe në ndeshje miqësore dhe si rezervë i kam të kaluar diku afër 200 ndeshje për klubin futbollistik Kamiani. Në me thonë me atë ndihesh edhe krenar, ashtu? Ndihem krenar sepse këtë këtë djerstimin e kanë njohur të gjithë publiku Kamianas deri në ditën e sotme. Gjatë kohës që ke qenë në ekipin e Kamionit, cili ka qenë suksesi më i madh i ekipit? Suksesi më i madh i ekipit ka qenë në fakt kontinuiteti në garim, ka qenë sukses ajo që ka qenë një ekip tërheqës për shumë futbollistë nga Tetova dhe rajoni, ka qenë sukses i Kamionit ajo që ka marrë pjesë në ligën e tretë shumë të fortë në atë kohë dhe ka qenë çdo herë konkurrues për vendet e para dhe gjithsesi edhe në ndeshjet e kupave të rajonit të Tetovës kam rritë çdo herë në finale, në ndeshje të larta. Sukses gjithashtu e ndjej dhe e llogaris atë që neve na kanë ndjek shumë publik dhe kemi qenë atraktiv kudo që kemi luajtur. Megjithatë, e mbaj ment edhe unë, me siguri e mbani ment edhe ju, se ndeshjet me ekipin e Reçicës dhe sidomos me Lubotenin kanë qenë derbi të vërtet. Pikërisht ju jeni njohësi i futbollit në region edhe na keni ndjekur që nga fillimet. Tani mua më kujtohen të ndeshjet të cilët i kam luajtur dhe të cilët kanë qenë derbi. Çdo herë të ndjekur nga publik edhe jashtë Reçicës edhe jashtë Kamianit. Nga gjithë rajoni Pollogut. Nga gjithë rajoni Pollogut. Edhe me Reçicën kanë qenë derbi. E përmendet ekipin e Lubotenit, tani mund të them se në stadiumin e qytetit, në fitoren tonë si mysafir, rezultati ka qenë 2-1, një ndër gollëshënuesit kam qenë unë. A mbani mend ndonjë ndeshje që keni luajtur edhe me klubin e futbollit Flamurtar nga Sollarca e Epërme? Apo ndeshje miqësore apo? Klubi i futbollit Flamurtar nga Sollarca ka qenë një klub futbolli i cili ka sjellë një eufori të madhe pas formimit edhe ka qenë konkurrues edhe pikërisht edhe në ndeshjet me Kamianin si fqinj kanë qenë shumë interesante, më kujtohen të gjitha ndeshjet
që i kemi luajtur, mund të them se kundër ekipit të Flamurtarit kam afërsisht mbi 10 ndeshje si mysafir dhe si vendas. Çdo herë interesante, çdo herë të ndjekur nga njerëz që edhe më njihnin personalisht, me emocione, me fitore, me humbje dhe momente të cilat na kanë lënë bresa shumë pozitive. Gjatë kohës që ke qenë pjesë ose lojtar standard i klubit të futbollit Kamiani, gjithsesi se keni pas edhe ofertë nga ndonjë klub tjetër? Kam pasur oferta nga klube të cilët kanë ngaruar nga nivele më të larta se Kamiani. Ka parë interesime nga të gjithë klubet e rajonit dhe unë kam vendosur në fakt atëherë që mos të kalojnë në ndonjë klub tjetër, sepse isham shumë mirë i trajtuar në KF Kamiani, e ndjeja se jam edhe obligues të vazhdoj disa sezona të luaj atje, sepse ata bukfalisht më bën futbollist, dhe kështu që sa i takon vendit ton, pikërisht ose më shumë kam qenë pjesë e Kamianit dhe kjo ka qenë një pjesë e jetës time. Atëherë, kur dhe pse u largohat nga Kamiani? Diku pas vitit 2010, kam lëvizur që të jetoj në Kroaci, ku kam jetuar dhe vepruar me familjen, shkaku ka qenë edhe sportiv, për shkak se e kam pat familjen gjatë koha dje dhe i njihnin rrethanat atje sportive dhe pasi isha atëherë në elanin më të madh të karrierës, ata më propozuan që të afrohesha në një klub të ligës së dytë kroate, ku kam qenë pjesë në gjysmë sezon. Keni pas atje afër 6 muaj, keni qenë pjesë e atij klubi? Pjesë atij klubi kam qenë një gjysmë sezon të ligës së dytë kroate në ekipin e Vukovar 91-shit, një ekip me respekt, i cili vitin që kaluam ka garuar në ligën e parë kroate, që më pastaj të vazhdoj edhe në 3 klube tjera regionale. Po, cilët ishin ato klube dhe çfarë suksesi keni shënuar me ato klube? Kam luajtur pastaj edhe në ekipin e Hanka Radničkit të Vukovarit, ku kam luajtur një sezon e gjysmë. Pasi atje pata sukses me ekipin dhe isha në formë të mirë, një ekip i tjetër lokal, ekipi i Borovës, Hanka Borovë, një nga Vukovari, më thiri që të jem pjesë e tyre, me të cilët arrita që për një sezon të jem kampion. Ishte një ekip i cili selektonte lojtarët më të rinj dhe më të mirë të atij regioni dhe diku në vitin 2008-2009 ishim kampion të ligës dhe u plasuam në një ligë më lart, që më pastaj të kaloj në ekipin e Croatia Bogdanovcit, një vendbanim me shumë shqiptar, ku isha i pranuar nga publiku shumë mirë, edhe atje kalova. A kishte ndonjë futbollist tjetër shqiptar veç teje? Kishte, të cilët ishin nga ai vendbanim, kishte futbollistë tjerë shqiptarë dhe i ushtuam atij ekipi si një futbollist i ri dhe kaluam momente të mira dhe aty diku në vitin 2009-2010 ka qenë faktikisht fundi im fundi i karrierës si futbollist aktiv. Po, atëherë ju ka organizuar klubi në një ndeshje lam të mirë se kur i keni thanë mjaft ma futbollit? Duke thonë të vërtetën, nuk ka pasur një ndeshje rivale ose përfundimtare, shkaku se une nuk kam ndërpre as pak aktivitetin tim sportiv, duke luar nga futbolli, që me siguri do përmendim edhe më vonë, nga futbolli në referim, edhe faktikisht edhe nuk ka pas kohë për ndonjë ndërprerje të aktivitetit. Atëherë na thuaj, cilin moment e mbani si më të gëzueshëm gjatë karrierës si futbollist aktiv, qoftë në Kamian, qoftë në Kroaci? Në Kamian, në përgjithësi, Kroacin kanë qenë nga fillimet në ekipin senior. Do të thonë, sezoni i parë i imi si futbollist senior faktikisht ka qenë çdo ndeshje e veçantë, çdo ndeshje në kënaqësi, sepse ndjeja që faktikisht futbolli nga ato momente do të jetë pjesë e jetës sime. Në Kroaci, momentet më të mira të cilat i kam përjetuar ka qenë me ekipin e Hanka Borovës si kampion që u shpallëm në vitin 2008. Dhe kjo ka qenë një
moment i cili më pastaj ka qenë shumë pozitiv, edhe ai ekip edhe ai rreth sportiv nuk na harron edhe në çdo përkujtim apo në çdo ndeshje të re na thirr dhe vizitojmë ende momentet i përkujtojmë me shokët e vjetër. Po cili është ai moment që nuk doni kur ta përmendni dhe ta mbani mend? Për fat të mirë nuk kam pas shumë momente të rënda në karrierën time si futbollist, ndoshta momentet të cilën nuk kam dashur ta përkujtoj dhe ndoshta më mirë ta harroj, është ajo kur faktikisht jam detyruar të përfundoj karrierën si futbollist, por edhe ka pasur ndoshta lëndime të vogla, të cilat ndonjëherë na kanë ndërprer në aktivitete, dhe këto janë momentet të cilët kam dashur sa më shpejt t'i harroj. Jetmir, një kohë të gjatë keni qenë në ligën e tretë, ligën komunale. Si e vlerësoni cilësinë e futbollit që zhvilloi atëherë dhe sot? Cilësia e futbollit në vitet kur kam luajtur futboll, ndoshta pse kam luajtur unë vetë, më është dukur më kualitative, për shkak se ne për të marrë pjesë në garat e ligës së tretë posaçërisht është të dashur që para çdo fillim sezoni të kemi nga një muaj e gjysmë përgatitje, si dimërore, si pranverore. Kështu që me shumë punë ne arritshim të jemi edhe pjesë e ekipit të parë, ku kishim konkurrent nga lojtarë tjerë të pjekur dhe serioz, dhe mund të them gjatë gjithë sezonave që kam luajtur, niveli ka qenë shumë i lartë. Kjo ka treguar me atë që ka pas shumë shikueshmëri, shumë ndjekje të lojave dhe ka patur ekipe të forta të cilët kanë ngaruar gjatë karrierës që kam qenë unë futbollist. Sa interesimi tani i të rinjve nuk është si atëherë. Edhe pse kushtet janë më të mira, edhe pse kemi terene më shumë, edhe pse kemi trajner më shumë të edukuar, akademi sportit, futbollit, faktikisht duhet shumë të joshën të rit që të tërhiqen për të luajtur futboll. Do të thonë, shikohet ana materiale shumë që nuk ishte në kohën tonë. Por shpresoj dhe uroj që me përmirësimin e infrastrukturës, me përmirësimin e situatës së përgjithshme shoqërore, që të rinjt do të interesohen, do të vazhdojnë të merren me sport, e cila është një pjesë shumë e mirë e jetës. Por ju, edhe pas përfundimit të karrierës si futbollist, u kthehet në vendlindje dhe nuk u ndalet, por vazhdohet me futbollin, por sa herë për të ndajë drejtësi. Si ndodhi kjo? Përderisa kam luajtur futboll, nuk e kam menduar se një ditë do të vazhdoj të jem referi futbollit. Mirë po, pas kthimit tim nga Kroacia, shokët dhe rrethi sportiv më kanë afruar dhe më kanë propozuar dhe më kanë parë se një person i cili mund të jap kontributin tim në referim. Dhe kam pas mbështetjen e ish shokëve futbollistë, si dhe të udhëheqësisë së klubit tim të vjetër Kamjanit, të cilët më kanë propozuar në atë kohë te lidhja futbollistike të Tovës që të jem referi futbollit. Fillimet apo sezoni i parë ka qenë shumë intenziv dhe interesant, e cili më ka bindur se referimi qenë nga një diçka shumë interesante dhe shumë e afërt me vetë lojën e futbollit dhe vetë aktivitetin si futbollist. Fillimisht keni filluar me ligën komunale, pastaj ligën e tretë, në futsal, në ligën e futbollit për vajza dhe sidomos me ligën e futbollit për të rinj. Cilët i mbani mend ato momente mjaft interesante si me ndarjen dhe a keni pas në një vështirësi gjatë kësaj karriere? Duke llogaritur se nga viti 2009 deri në vitin 2018 kam qenë pandal aktiv në referim, gjithsesi se ka pasur momente shumë të mira, shumë interesante, ati këtu edhe ndonjë vështirësi e cila na ka pjekur më shumë, na ka bërë më të fortë, sepse referimi kërkon seriozitet. Çdo gabim është një përvojë e madhe, ashtu? E madhe, nga gabimet kemi mësuar, nga vërejtjet, nga këshillat e të tjerëve më të pjekurve
kemi mësuar dhe në për vite jemi bërë më serios, më të mirë dhe fillimet kanë qenë në ligën komunale të Tetovës, e cila faktikisht për çdo refer është një vend ku bëhesh refer, e cila është hapat e para janë ligën komunale, e cila është më e rëndë për të referuar, por e cila në fakt juve ju formon, ju bën një refer dhe i shihni edhe veten e matën sa je i qëndrueshëm dhe deri ku mund të arrish. Dhe deri ku mund të arrish dhe faktikisht ajo sezoni parë ju jep shenjat e para se ka mund të merrni drejtimin dhe mua Liga Komunale faktikisht më ka bërë refer, më ka bërë më të fortë që më pas të vazhdojmë në ligën e tretë dhe atje ish futbolli i nivelit pak më të lartë, por duke njohur rrethanat si futbollist, më ka ndihmuar shumë që të jem më i përgatitur dhe të jap më shumë rezultate. Krahas ligave për senior, kam referuar shumë ndeshje për grupmoshët e reja, e cila ka një zhvillim në rajonin e Tetovës me shumë shkolla të futbollit dhe ne kemi marrë pjesë në të gjitha kategoritë deri në moshën 19 vjeçare, ku kam referuar ligën e parë disa vite. Në Tetovë dhe rajon ekzistojnë edhe klube të futbollit të femrave, e cila ka qenë çdo herë kënaqësi për të referuar krahas ndeshjeve të rregullta të ligave tona, shoqata të ndryshme sportive, si dhe Lidhja Futbollistike Komunale e Tetovës ka organizuar gara edhe ndërkombëtare, të cilët ne si refer i kemi mbështetur, kemi ndikuar në masovitetin dhe në suksesin e tyre dhe kjo na ka bërë që ne në këmbët tona të kemi ndeshje që maten me qindra. Keni qenë pjesë edhe e një turneu mbarkombëtar, pra si që është turneu mbarkombëtar të futbollit për fëmijë U15, ku marrin pjesë qytetet e Durrësit, Tetovës, Pejës, Ulqinit dhe Bujanocit. Si ndiheshin në ato momente? Ne si refer kemi patur fatin që punëtorët sportiv tetovarë të organizojnë pjesët e cilët keni qenë shpesh edhe ju, të organizojnë ndeshje ndërkombëtare, e cila për ne ka qenë një përvojë re, një përvojë mirë, që të njohim kualitetin, që të njohim njerëzit e përreth në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe ne i kemi mirëpritur dhe kemi qenë pjesë si referimit, po edhe pjesë e organizimit të atyre turneve të cilën neve në ka bërë më me përvojë, më të njohur në rajon dhe kemi marrë pjesë çdo herë më kënaqësi. Me çfarë licence për referim posedoni? Kam licencën e kategorisë së parë, e cila më mundëson që të ngelem në referim në aspektin e organizimeve të ndeshjeve, në pjesën e mbikëqyrjes, edukimin e referëve të rinj me përvojën të cilën e kemi marrë ndër vite. A mbajsh mend ndoshta sa ndeshje ke referuar gjatë karrierës? Qoftë në ligën komunale, në ligën e tretë, në futbollin e vajzave, futsalin, edhe në garat e komunale të futbollistëve të rinj. Duke marrë parasysh se aktiv në referim kam qenë 10 vjet, mund të llogarisim lehtë se në çdo vit, nëse llogarisim ndeshjet që i përmenda të garave të organizuara në për liga të ndryshme, si dhe kemi qenë shumë të thirrur në për turne rajonale të futbollit të vogël, futsalin dhe ndeshje të futbollit të femrave, nëse në nivel vjetor mund të llogarisë që kam referuar mbi 200 ndeshje, që llogarisim në 10 vite janë mbi 2000 ndeshje futbolli të referuar. Dhe me thonë, kjo është një sukses i jashtëzakonshëm për një refer i cili ka qenë ish futbollist. Por, tani kur keni përfunduar me ndarjen e drejtësisë, të gjithë referët që përfundojnë, ato vazhdojnë të jenë vëzhgues në përndeshje të futbollit, sidomos për të ndjekur kolegët e tij referët.
Nga viti 2018, kur kam përfunduar referimin, kam një ndërprerje të aktiviteteve të time sportive, duke jetuar në Perëndim. Në me të kthyer këtë vit në vendlindje, shokët e vjetër më kanë afruar dhe propozuar që të jem pjesë aktive të referëve të Tetovës, si bashkëpunëtor i afërt i kryetarit të referëve të Tetovës, ish kolegu tim dhe mbështetësi tim në karrierën tim si refer, zotëri Irsa Emulli. I cili ka qenë edhe refer ndërkombëtar. Fatin e kemi që ta kemi në Tetovë, si unë si referat e rinj, udhëtësia e re dhe udhëtësia e lidhjes futbollistike komunale me në krye zotëri Mujdin Ismailin. Ka por punë të mirë që referëve ju ka lënë një autonomi të gjerë, që të organizohen, që të punojnë dhe të zhvillohen, dhe pikërisht nga këta shok tani jam i afruar dhe propozuar që në sezonat e ardhshme të jem vëzhgues, edukues i referëve të rinj tetovar. Jetmir, e dini se në kampionatin e Maqedonisë, pra në ligën e parë të futbollit, në sezonin 2025-26 u implementua edhe sistemi VAR. Sipas juve, sa ka ndikuar pozitivisht sistemi VAR, apo akoma nuk ka kushte adekuate për implementimin e këtij sistemi, pasi dihet me çfarë infrastrukture janë klubet e vendit tonë, duhet përgatitën njerëz adekuat për ato. Megjithatë, VAR-i ka funksionuar me anën pozitive dhe negative, por ka funksionuar. Cili është mendimi juaj? Duke qenë refer në kohën e para VAR-it, nuk kam përjetuar momente se si është një ndeshje të udhëhiqet me VAR, mirë po, nga kolegët e mi të vjetër, të cilët kanë referuar tani në ligën e parë, mund të them se janë pozitivisht të befasuar nga VAR-i përsa i takon rregullsisë lojës dhe vendimeve. Ndoshta nuk është VAR-i shumë atraktiv për publikun, ndoshta nuk është atraktiv shumë për vetë lojtarët, sepse gëzimet, euforinë të cilën e përjetoshim momentet e më hershme, kur ne merrshim një vendim si refer dhe aty përfundonte faktikisht vendimi, goli apo vendimet të caktuara. Tani në disa momente ndoshta ndonjëherë do të kthehen vendimet që në momente pas 5 minutave anulohet goli edhe ajo gëzimi e shuhet. Humb pak në originalitetin, në atraktivitetin e lojës. Sipas juve, aktualisht, cilët refer do t'i veçonit? Përgjatë aktiviteteve të mia si refer i futbollit, mund të veçoj gati se të gjithë bashkëpunëtorët e mi me të cilët kam referuar, por me disa e kam filluar dhe mbaruar referimin, dhe ata kanë qenë kolegë korrekt me të cilët kemi zhvilluar loja të përbashkëta. Keni ndaj të mirën dhe të keqen, ashtu? Të mirën dhe të keqen, dhe e mira e të gjithave është se në përfundim kemi dalë faqebartë, kolegët të mi të cilët rrugëtimi jonë ka qenë i përbashkët janë si Isa Emulli, Nasuf Latifi, Muzafer Ismaili, Ilmi Medi, Mohamed Hajdari. Ata janë veç më senior, veteran të referimit dhe të cilët nalt poshtë merren me punë të cilët janë përreth referimit, pastaj takon. Dhe meritojnë të jenë pjesë e këtij emisioni, ashtu? Meritojnë të jenë pjesë e këtij emisioni edhe më shumë se unë, por unë pata nderin sot të jem këtu në këtë vend dhe të përshëndes ata dhe t'i falenderoj për bashkëpunimin që kemi pas deri tani, si dhe disa refertë që kanë qenë shumë të ri në kohën time, vazhdojnë të jenë pjesë e ligave elitare në vendin tonë dhe ndërkombëtar, dhe unë shoh një të ardhme të mirë të referëve si Plarenc Ali, Furkan Idrizi, Bardhil edhe Abili Vareka e të tjerë. Ti kthehemi prap klubit tuaj të futbollit, Kamjani.
Para disa ditëve, klubi i futbollit Kamjani organizoi një festë të madhe me rastin e shpalljes kampion dhe kualifikim për balotazh që i mundson nëpërmjet të balotazhit të kualifikohet në ligën e dytë. Si u nditët në ato momente? Më herët thash se suksesi im më i madh si futbollist ka qenë vazhdimësia e lojës time në Kamjan. Dhe tani në këto momente, në këtë periudhë jemi dëshmitar të suksesit më të madh të klubit të Kamjanit dhe pikërisht unë tani ndej jam krenar që jam qenë pjesë e tyre dhe ndjej veten si pjesë e këtij suksesi. A shpresoj se Kamjani mund t'ja dalë edhe në balotazh më 30 maj? Kamjani ka Potencial. një traditë të madhe dhe potencial të madh, ka ditur gjithë këto afër 50 vite të garoj dhe të konkuroj në ligat tona, duke njohur atë rreth, duke njohur edhe tani rrethanat me klubin, si nga ekipi, nga stafi, nga udhëheqësia, nga mbështetësit financiar, jam i bindur se Kamjani do të bëj më të mirën, do të na bëj krenar, si dhe në këtë lojë të balotazhit, si në vazhdim të garimeve, do të arrijë suksese dhe do të ngrijë një nivel më të lartë të garimit në rajonin ton dhe do të jetë atraktiv në vazhdim si për lojtarët, si për publikun, si për trejnerët dhe si për të gjithë dashamirët e sportit në tetove më gjerë, Kamjani do të vazhdojë të jetë në vende më të lartë. Jetmir, unë edhe ti vim nga komuna e Bukovinës, ku ka shumë klube sportive, qoftë futbollit, qoftë atletikës, qoftë karates dhe aktivitete tjera sportive. Sipas juve, çka i mungon kësaj komune, sa i përket sportit? Sportist ka patur dhe ka për momentin në komunën e Bukovinës, në të gjitha nivelet e garimeve, jo vetëm në futboll, po edhe në sporte tjera. Gjithsesi, gjatë periudhave të kaluara, edhe në periudhën aktuale, bëhen përpjekje, ka zhvillime ku mbështeten klubet në mirëmbajtjen e terreneve dhe mundësi për të ndërtimin e të rejave. Gjithsesi, çdo herë sa më shumë të bëhen është sa më mirë, gjykoj se bëhet një punë pozitive me tendencë që të rritet përkrahja si nga udhëheqësia aktuale e cila udhëheq në atë komunë. Ti kthehemi përsëri futbollit. Liga e parë e futbollit, por edhe liga e dytë janë në përfundim me sipër. Një xhiro para përfundimit në elitën e futbollit të Maqedonisë tani më çdo gjë është e njohur, dihet kush do bëhet kampion, dihet kush do jetë i dyti, i treti e kështu me radhë, dihet të cilët ekipet që të luajnë në balotazh për të siguruar mbijetesën dhe dihet se 3 ekipe të cilët janë ish kampionit të Maqedonisë, Rabotnički, Makedonia Gjorçe Petrov dhe Shkupi, kalojnë në një rang më të ulët në ligën e dytë. Si e cilësoni ju këtë dukuri të kampionatit 2025-2026? Ndoshta për përkrahësit e këtyre ekipeve të cilët do të ballafaqohen ndoshta me ramje nga liga, do të ishte një mos sukses, por në nivel të përgjithshëm dhe një aspekt të fenomenit të zhvillimit të sportit, unë do kisha thonë që është mirë që kemi zëvendësime me ekipe të reja të futbollit, që çdo mjedis sportiv të zhvillohet, të shoh futboll elitar, dhe kjo është e mirë e sportit se gara është e barabartë dhe ndonjëherë vin puna që ekipe të njëjta të bien në kriza të caktuara, por kjo do të nxjerrë në pa ekipe të reja, mjediset e reja sportive dhe kjo ndonjëherë ndikon edhe në masovizim të sportit në rajone të caktuara, ku lojtar të ri, ndoshta deri tani nuk kanë pasur mundësi të luajnë në ligë të dytë apo të parë, por pasi ekipi i tyre i vendit zhvillohet, lëviz përpara, do vinë edhe futbollistë të ri. Në këtë vit faktikisht në klubi i futbollit Shkëndija, që është simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, shënoi suksesin më të madh historik, pra garoi edhe në grupet e Konferencë Ligës, ndërsa klubi i futbollit Arsimi si debutues në elitën e futbollit të Maqedonisë ka siguruar
mbjetesen. Si cilëson këto sukseset të këtyre klubeve? Duke pas parasysh se sinonim i sukseseve, sinonim i ndjekjes së futbollit në vendin tonë është klubi futbollistik Shkëndija, e cila viteve të fundit është çdo herë në krye të ligave, çdo herë është pjesëmarrës në gara ndërkombëtare. Për mua kemi pritur dhe gjithsesi jemi mësuar që Shkëndija të jetë çdo herë në vendin e parë. Mirë po, duke pas parasysh se kemi para edhe lojën e kupës, ku mundësisht dhe realisht të presim që të jetë fitues. Do të shohim së bashku. Së bashku do të shohim, do të ndjekim me kënaqësi dhe Shkëndija do të na bëjë krenar përsëri, sa i takon ekipit të arsimit, është për të nderuar dhe respektuar, shkaku se çdo herë sezonet e para janë më të rënda për ekipet për të garuar. Këtë arsimi e dëshmoj se me pjekuri ditit të kaloj. Unë atë mjedis sportiv e njoh shumë mirë, sepse për gjatë referimit tim kam qenë shumë herë në ato terene, ku kam referuar dhe njoh si një vend shumë të zjarrt, shumë motivuese dhe një rreth futbollistik i cili meriton të ketë ekipin e vet në ligën e parë. Jetmir, ju disa vite me radhë keni qenë në mërgim, si gjithë njerëzit të cilët duan të krijojnë një jetë më të mirë, keni vepruar në mërgim mirë, po kësaj radhe jeni kthyer përfundimisht në vendlindje. Me çfarë do merret tani më ish referi dhe ish futbollisti Jetmir Zenuni? Duke marrë parasysh se një pjesë e mirë e jetës time ka kaluar me sport dhe me futboll, është e pashmangshme edhe pas kthimit tim në vendlindje të jem pjesë e sportit e futbollit në Pollok, si mbikëqyrës dhe si zhvillues dhe si përkrahës i talenteve të rinj të referimit. Dhe siç u theka edhe më herët, udhëtësia e lidhjes futbollistike komunale të Tetovës dhe aktivi referëve pranë kësaj lidhjeje më kanë propozuar dhe më kanë caktuar si një kontrollor i ardhshëm i referëve dhe kjo do të jetë një aktivitet im. Domethënë vazhdoni të mbeteni me futbollin. Dhe kjo më gëzon shumë, si dhe privatisht do të jam udhëheqës i një biznesi privat i cili ka suksese edhe të mëhershme, të cilën vend dhe bizneset ta bëjmë besoj edhe më të mirë. Ju jeni njëri familjar, i cili keni familjen tuaj, domethënë keni fëmijët tuaj. A e kanë ndjek fëmijët tuaj aktivitetet sportive si keni qenë ju? Na thoni diçka për familjen tuaj, domethënë me sa fëmijë keni, me çfarë merren, kështu me radhë po. Pasi e përmendet familjen në aspektin e sportit, tani erdhi radha të përmend duke dhënë vend më parë për kolegët dhe për sportistë të tjerë. Nga aspekti familjar, si bashkëlojtar, kam pat vëllaun në Kamjan, Zulqufli Zenunin, kemi luajtur disa sezona bashkë, që do të thotë se jemi një familje sportive. Jam prindi 3 fëmijëve, nga të cilët djali 18 vjeçar është futbollist aktiv dhe i shkolluar dhe momentalisht është pjesë e juniorëve të arsimit, të KF Arsimit dhe garon në ligën e parë për junior. Shpresoj se do të ngelet në futboll dhe ka përkrahin tim maksimale dhe më gëzon që dikush nga familja ime do të jetë pjesë e futbollit aktiv në vendin ton. Jam person familjar, duke rritur fëmijë edhe intelektual edhe sportist. Sa ju kanë përkrahur familja për aktivitetet sportive, qoftë si futbollist, qoftë si refer? Në fillimet kanë qenë skeptik duke menduar që ndoshta do ishte më mirë të ndjek shkollën, eventualisht ndonjë zanat, mirë por duke më parë atë energjinë time të cilën tregoja për gjatë aktiviteteve dhe për gjatë momenteve derisa ishim aktiv si futbollist, familja me vite
ka rritur mbështetjen dhe kjo ka bërë që në diku 10 vite si futbollist dhe 10 vite aktiv si refer, 20 vite për kraje, pa familjen, pa rrethin, nuk do ishte mundshme të bëhet dhe jam mirënjohës dhe kjo mbështetje familjare vazhdon edhe tani përsëri kur unë mendoj përsëri të përkushtohem sportit dhe futbollit. Atëherë, Jelmer, mos kemi harruar vallë diçka që pyesim që është interesant të dije publiku për ish futbollistin dhe ish referin Jelmer Zenunin. Në përgjithësi përmendëm ato pikat më kryesore, sigurisht që detaje ka plot gjatë gjithë këtyre vite aktivitet. Ato që dua të përmendi është ajo se unë gëzohem që në rrethin tetuar kam respektin si sportist dhe si refer. Kemi ndikuar gjatë viteve që të rrisim kualitetin, drejtësinë nëpër terene, masovitetin e lojës së futbollit. Kemi pas efekt pozitiv shumë tek të rinjt, që t'i motivojmë, t'i edukojmë si sportist dhe si refer. Atëherë, cila është porosia e ish futbollistit, ish referit Jetmir Zenuni, drejtuar gjeneratave të reja të cilët pretendojnë që në të ardhmen të merren me sport? Në kohën kur vetë kam luajtur futboll, ana materiale nuk ishte shumë e theksuar dhe ne merrim me futboll nga dëshira e madhe rinore për të dalë në publik, për të parë loja dhe për të lëvizur, shëtitur, edhe për të njohur vende, gjuhë të reja dhe kultura të reja. Kjo më ka bërë që për gjithë këto vite, përfitimet më të mëdha t'i kem në këtë aspekt. Dhe porosia ime për të rinjt, të cilët hamendën për të marrë me sport, qoftë me futboll, qoftë me sporte tjera, që të jenë aktiv në sporte dhe mos të mendohet nga dita e parë aspekti material, sepse përfitimet që unë i kam sot në ditët aktuale nga pjesëmarrja ime në sport nuk maten me të mira materiale, i kam dera të hapur si në vendin tonë, si në rajon, kudo që të shkoj, i njihem si sportist dhe kjo ka vlerën më të madhe. Jetmir, ishte kënaqësi që të jesh pjesë i emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Si për ftesën e sotshme, si për ndjekjen që keni bërë gjatë gjithë aktiviteteve tona si sportist dhe si refer në Tetov dhe në rajon, u jam mirënjohës TV Kohës dhe veçanërisht juve si gazetar, zotërin Shaban Sinani. Ju falënderit, ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.